vetë është pasalitet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën? Ti 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilin ose bën punën në një patronazhisti. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thënë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kavje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për bukur. Nga ana për shembull shoh edhe një gjë tjetër që është e rëndë them për shoqërinë. Shoh edhe mungesën e identitetit. Domethënë është kjo pjesa e idhujtarisë, po vjen dhe si pasojë mungesës së identitetit që ne kemi. Po, edhe kjo është. Ne kemi mungesë identiteti, ne gjithmonë mundohemi të krahasojmë me tjetrin. Ne asnjëherë nuk e kuptojmë për shembull që nuk ta ka fajin tjetri. Fajin e ke ti i pari. S'ta ka fajin tjetri pse është një nivel më të lartë se ty, apo pse qëndron më poshtë se ty, apo pse fiton më shumë se ty, ti duhet shikosh veten. A ngrihesh ti vet? Kush është pozicioni jot në shoqëri? Është si unë e mendoj shpesh për shumë edhe po ta lidh çik me profesionin. Unë nuk e kam parë veten asnjëherë si rivali dikujt tjetër. Si e vëlla rival? Rivali jote je vetëm ti vëlla. Ose shkojnë në një audicion dhe aty janë, ku diun, 300 aktorë. Unë nuk I shikoj si rival. Unë e shikoj kështu, në qoftë se e marr unë atë rolin, llafi që bie, do të thotë që më takon mua, jo se unë jam më I mirë se ata. Po sepse këta njerëzit mendojnë që këtë mund ta bëj unë. Po, se duhet përshtatet roli. A kupton? Në qoftë se unë fitoj një projekt, nuk e fitoj atë projektin se jam më I mirë se të tjerët. Po sepse unë I përmbush parametrat më mirë se sa ata të tjerët në atë moment të caktuar. Ashtu siç kur e fiton ai tjetri atë projektin, Ket një standard gjykimi. Kam një standard, nuk e shikoj me xhelozi. Se ndodhte ndonjëherë më thoshin edhe kur gjatë kohës që punoja në Shqipëri, më thoshte në një shoku im I kohës, po s'të vini natë që ai po I thoshëm pse të vini natë? Ti ndoshta se di që ndoshta rrogën aty mund ta kem përcaktuar unë. Po. E kam përcaktuar unë dhe ka pas raste të tilla sa duash. Kam thënë që po. Meriton ky djalë. Ky njeriu mund të meritoj kaq ose ky njeriu ka pas rrogën kaq kur jam pyetur. Domethënë në pozicionet që mund të kem punuar. Po nuk e kam parë me zili atë. Edhe ai robi mund mos ta ke ditë fare që kam caktuar unë rrogën. Po. Edhe s'kap si ta di. Po ç'a, më thënë. Po si vjen? E kemi më këtë mungesë identiteti. Si vjen kjo zilio? Domethënë, okay, mungesë identitetit vjen si pasojë shumë etapave tjetër ose ndodhive në jetë, për shembull mungesa e identitetit, sidomos të meshkujt, vjen si pasojë një marrëdhënie të paqen me babën, një mungesë totale të identitetit atëror, që ai nuk e di se ku është. Ose një fryrje më e madhe. Ose një urrëtie, një raport urrëtie dashurie me nënën e vet, e cila nuk e lë të marrë vendime. Edhe kjo ndodh shumë te meshkujt sepse është kompleksi elektrës. Është I frikshëm. Për shembull që ka një kështu se po flas mund tash ka një studim që Po ka studim, vëlla ti realisht ka studim. Ti je modest vëlla, po ti futesh te klasa intelektuale, ka një brez për shembull dhe në Ballkan është shumë I përhapur. Ka një brez që vuan nga çrregullimi I personalitetit, I narcisizmit. Po. Domethënë është një nga çrregullimet e personalitetit më të rrezikshme që mund të ekzistojë për individin. Është pikërisht kjo gjëja. Është flitet shpesh për këtë dhe. Nëse kupton njëri. Po zotron shumë në Ballkan kjo pjesë. Dhe sidomos në vendet ish komuniste. Dhe sidomos në një brez që po themi janë një brez ndoshta I çik më I vjetër se ne. Është e çuditshme. Dhe është si shfaqen këto të narcisizmit? Më thon, si mund ta një djalë I ri që na shikon tani. Kjo është temë shumë e gjerë, kjo është emision më vete domethënë. Në bazë, po themi, në bazë manualit DSM 5 është manuali I përcaktimit të simptomave, domethënë të çrregullimeve psikologjike, psikiatrike, më thash, domethënë këtë kryesisht kjo studiohet nga psikologët, të paktën nga psikologët e Amerikës Veriut. Dhe në këtë manual janë të ndara të gjitha me çrregullimet, po themi mendore, çrregullimet e personalitetit, smundjet, me radhë.
Dhe se cila është e përkufizuar, dhe thot për shembull në këto 9 kritere, nëse ti plotson 5 kritere, atëherë ti diagnostikohesh me Po. shumë mundësi për këtë gjë. Po. Dhe në shumicën e kritereve gjithmonë është duke përjashtuar faktorin e abuzimit me narkotikët apo alkoolin. Domethënë dhe substancat e ndryshme. Domethënë që jo domosdoshmërisht po themi se nëse ty të vjen si Sa ato deformim t'japin, për po. shkak të alkoolit, Janë atëherë psikotika ato. janë sa Nuk ke të bësh me çrregullim, futet në kështu të tjera. Ke Domethënë dhe psikotika është nga ndjesia e që alkoolit. këtë ma shtive tani në mendje nga që pse më erdhi kjo që po them, nga ajo që the ti, domethënë, o janë llastuar shumë kur kanë qenë fëmijë, o janë lënë bazë dore. Dhe një nga këto aspekte është pjesë e kësaj sindrome, si po të thosha. Po janë shumë, se nuk është se jo çdo njeri që ka, po themi diku tendencat vetë pëlqimit apo të elementeve është domosdoshmërisht narciz, ëh. Domethënë prandaj them duhet plotësoj ato kritere. Ti ke një fat shumë të madh, këtë do thotë një djalë që jeton ditë për ditë në Shqipëri. Po e dua vendin tim se dua vend tjetër. Të gjithë duan vendin tënd. Po, të gjithë duan vendin tim. E kuptove, kjo është filozofia pra. Gjithë e kanë dashur vendin tënd. Ai shumë na kanë pushtuar se na kanë dashur shumë ta. Jo, po edhe sot ne këtë sindrom vëmë. Edhe unë e dua vendin tënd. Justifikosh pushtuesin. Të pakën na kanë dashur. Po realisht të pakën na kanë dashur. Ora, ka pas dhe pushtuesin na kanë dashur realisht. Domethënë Gjermanët na kanë dashur. Ky është një vend shumë mistik. Po ti futesh. Ky është një vend, e di kush është problemi kryesor i neve si shqiptar? Që s'dim çfarë kemi. Që ne kemi aq shumë energji sa nuk arrim ta menaxhojmë dot. Nuk arrim ta menaxhojmë dot energjinë tonë. Prandaj është ai, e kam diskutuar edhe me miq të mi të huaj këtë pjesë, janë pjesë e fushës psikologjisë. Po. Këta, domethënë ne, pacientët. ne shqiptarë. Neve pacientët. Ne klientët, se sot quhen klient për mos të ofenduar. Po. Klient dashur. Neve domethënë kemi një atë sindromin e famshme të 5 minutit, që themi ne 5 minutit, në 5 minuta ne djegim gjithë shtëpinë. Djegim gjithë qytetin, pastaj bien pishmanit. Po. Këtë lloj fenomeni që kemi ne, e kemi pikërisht për të kësaj lloj energjie që ne nuk arrim ta kontrollojmë dot. Prandaj ne shpeshherë bëhemi nervoz, bëhemi agresiv, e shprehim, nuk arrim dot menaxhojmë energjitë, domethënë. Se duket ndonjëherë sikur këta gurut që flasin, domethënë ja fusin kod. Ka dhe guru që janë të mirë. Jo të gjithë. Ajo ekziston më. Si thosh, ekziston mesia, ekzistojnë edhe pseudomesit. Po. Fakti që kanë dalë shumë Jezus do të thotë që s'ka ekzistuar. Që s'ka ekzistuar, po themi një i vërtetë. Po ky lloj menaxhimi që ne nuk arrim dot që ta marrim atë emocionin negativ dhe ta përkthejmë në emocion pozitiv, kjo na bën ne që të jemi në këtë stad që jemi, po themi si shoqëri. Vlla, unë mendoj, ta them sinqerisht, unë mendoj vlla që këtu është bën një shiring vlla. Po pas ka qenë. Po s'është një çudi. Ka qenë shiring e fortë e individit socialist valla. Po. Madje me qira llafis sot që po regjistrojmë ne që po ashtu ne që po flasim. Po. Se ku më doli që sot ishte dita, domethënë, që ka filluar aplikimi i komunizmit në Rusi. Sot është dita? Po, ishte një foto me Leninin kështu. Po. Sa ka qenë? Po sot pas ka filluar, sipas ndoshta s'është e vërtet, po një nga këto informacionet e shkurtra. Pa këto vitet si përkojnë njëra tjetrën se. Po di që ishte një foto me Leninin, thoshte që sot është dita, se sot gjithmonë ka një ditë në kalendar që i përkon diçka, domethënë. Shikoj. Sot është dita e psikopatit, nesër është dita e ne duhet ta kemi këtë ditën e psikopatisë, vëlla, ne duhet ta kemi festë kombëtare, që është e vërteta. Jo, unë them që ne duhet punojmë më shumë për këtë psikopatinë, sepse është ky problemi, për shembull, neve kemi edhe një problem shumë të madh që ne sigurisht asnjëri nuk e pranon, domethënë një smur nuk ta pranon që është smur, sidomos kur ka lidhje me. Kush është i smur këtu? Kush është i smur? Kush është i smur këtu? Kush është i smur këtu? O shok. Unë jam i çmendur sa nuk jam idiot. Idiot si puna jote. Po duhet punohet për shkakun për këtë, se ne këtë kemi probleme, ne nuk kemi këtë barrën e madhe të mos komunikimit. Ne mendojmë që duke qarë hallin me një shok e zgjidhim. Ndonjëherë njeriu ka nevojë që të flasë me dikën që nuk e njeh hiç.
Ato bisedat janë më të bukura. Dhe bota jo më kot ka shkuar drejt vajtjes drejt një terapie apo drejt një psikologu, se psikiatri pastaj është Sepse kategori shumë ti nuk ndihesh i gjykuar tek ai që nuk njeh, se nuk ke përshkrim ai. Anonimati është anonimat, Po. shkarkon ashtu siç duhet, merr dhe në një këshill e cila është këshill e ftohtë, Po. se po të vish ti për shembull të më qahesh mua. Po ti Dhe ne jemi përfshesh shok. emocionalisht, po përfshesh Unë përfshem emocionalisht. emocionalisht, këshillimi që do t'japun ti do jetë gjithmonë emocional, nuk do Po. jetë asnjëri i ftohtë, Po, asnjëri i pavarur. po, Mund të bëjë dhe dëm ty nëse po, pas po, nesër. po. Domethënë në këtë pjesë është mirë që njerëzit duhet fillojnë të hapen drejt kësaj. Edhe duhet fillojnë të mendojnë mbi jetën reale, jo jetën si nëpër libra, të cilat as nuk denjojnë t'i hapin dhe Nuk t'i lexojnë. lexojmë pra. Është jetë Po jetë jetën telenovela turke. jetën e. Po Jetë jetën e novela ashtur, mos them akoma më keq, është jetë Instagrami, Po. ku po shkruajte më shumë se X gërma nuk postohet. Nuk postohet, po. Duhet ta fusësh pastaj ke dialogjet tjetër. 120 gërma ke edhe. Në bio. Ha. Tregon Po me kjo- 120 gërma se kush je. Domethënë jetojmë te memoria e shkurtër tani. Shikoj. Jetojmë te rrjetet sociale, Vlla, që po- ta kam thënë në një bisedë private që Po. për mua gjëja më antisociale janë Në rrjetet rrjetet sociale. sociale. Sepse nuk kam socializim, jo socializëm. Aty e shoh ovlla. Po ta shikosh. Brezim. Po. Brezim 31 vjeç. Kjo është arsye që unë postoj shpesh herë video me majmun për shemb. Po 31 vjeç vlla. 31 vjeç probabiliteti që të jemi të pasur Po. është shumë i ulët. Ti jemi të real, do thënë ke Nuk mbaruar e di edhe shkollën. asnjëherë. Vlla nuk mund të jetë dot. Ore të vdes një xhaxhan në Amerikë por që nuk e Se njeh. ato, e di Bajram Gashi, Charles Po. Gashi, un kam pasur kushëri nga gjithë Afrika dhe Azia. Po. Nga 15 milion dollar vetëm mua. Ti je i fundit. Edhe po mendoja pastaj, ore, e kam Andin vllajin tim, e kam të njëjtën bab non, mos e ka ngatruar në maternitet se si Po. vajti një herë aty. Se xhaxha ishi përbashkët. Po, e A qartë, kupton se do të kuptoj. vi vetëm mua trashëgimtari i fundit. Është ai xhaxha i papritur ka bërë një aksident dhe të kalon një Aksident, bank të po, Afrikës ishte së Jugut bravo, X në pust milion. nafta. Po. Ke 15 milion euro dhe ti du t'i japësh 1500 euro që ai ta alokojë zhbllokimin. Ndërkohë që ti thua vlla më jep 7.5, Po, ti e di- merri ti të tjera, ta kupton Se vetëm më si. kujtove se këta janë kafsh këta që dërgojnë këto lloj email-esh kështu. Një herë më erdhi një email, domethënë që ky xhaxha kishte emrin e vllait tim. Pas kanë kapur Dhe- bukën. Vllai im jeton jashtë si puna ime. Edhe ti në një moment e ke parasysh agjitohesh, të thua, pastaj pash një moment vllai im në Afrikën e Jugut ç'ne. Unë e di ku është vllai. Unë e di ku është ai. Mos ka ikur në Afrikë. Po ne pardi e folëm, ka variante kështu sa Shikoj. duash, po. Vlla. Jemi popull që kemi ngrënë piramidat. Me ta fut sudja, Pa. me ta fut sudja nuk jep se ta ankohesh. Fytyra e sudes. Është si puna. Ndjes past se më duket thonë që ka vdekur. Po pse apo- djes pas të po? Po vlla ne nuk jemi, ne nuk jemi si ata që e shan tjetrin sa është gjallë edhe i Po, vet po. atje pas se ka qenë njëri i Po, mirë. ishte burr shumë. Ore, i mirë degeneruar legendë. është ai, se ka vdekur se do vdesim gjithë. Ose kur thon fëmijët janë ëngjëj, po fëmijët janë ëngjëj. Motër. Po ai kriminali që ti po e Po. shikon aty dikur ka qenë fëmijë, nuk është se doli Po, ai po. nga i Po, nonës. gjithë fëmijë kanë qenë. Gjithë fëmijë kanë qenë ata. Po sepse, shiko, ne ecim edhe kështu me këto shprehje popullore shpesh edhe Se nuk populli bëjmë keq, ore. jon, il nostro popolo. Po populli nuk ekziston. Ne vazhdojmë të themi populli. Të çohet populli, të bëj populli, me popullin, për popullin. Kush është populli, më? Kush është populli? Domethënë një turm është një turm pa kokë. Ç'a populli? Popullin e përbëjnë individët. Kush është populli? Po nuk fole ti, po nuk fola unë, po nuk foli tjetri, po Ja, pranove, kupton po që ne jemi heshte. armiqë. Po se Ne jemi armiqtë, Pa jemi diskutim jemi që po. armiqtë e pacientëve, e klientëve, se ti do klient. Unë e kam qef pacient. Edhe e di çfarë është më e keqja, që eksitohen kur i thon pacient, o vlla, mu rren që i ofendojnë i thon pacient, po dhe u pëlqej. Sa bukur na e thua pacient. Sindrome Stockholmi, Stockholmi pra. ose. Edhe unë e kam kuptuar vëllatë, i them ore Sali Berisha, Edi Rama, Fatos Nana, nuk kam pas faj, Enver Hoxha. Shiko, kam pas nuk faj, ka valla. faj ai që hipën në krye dhe dhe ti e lë të trajtoj ashtu siç e meriton vet pastaj. Këta vend nuk kemi ujë, dalin para Edi Ramës. Shikoj se Pa. ti ke arritur këto të mira. O Krishti. Po, edhe Bardo han vetëm Qëndroj- minutë 2 mos të Qëndroj zi- drejtë, thoya nuk ke komplekse ti se doli Sali Berisha para nëse unë Ore, kam një unë- pakënaqësi valla. Do Unë të them. e kuptoj këtë në brezat e prindërve tanë, domethënë që në një farë mënyre duan s'duan, po te brezat e ri nuk e kuptoj dot.
kur shikoj për shembull politikanë e rinj, un jam vëzhgues shumë i mprehti këtyre elementeve të gjuhës. Si të duken këta deri? Të gjuhës Ti nga diaspora që trupore, sidomos, të gjuhës trupore, nuk po them çan nxjerrin nga goja, domethënë se unë si nga diaspora, për shembull. Ishe shumë e bukur ta derisa hape gojen. Këtë do thoja. Dhe do ta thoja shqip. A kupton, sepse unë që kam 10 vjet që jetoja shtetit dhe flas shqip. Po. Dalin ca tipa nga këta edhe politikanë e rinj, po edhe nëpër media dhe kështu dhe më flasin më I know, you know, You know, bro? What? What the Edhe F? ti edhe o lari, po pse e shkatron gjuhën tate më për? Hajde më jeto atje me mua e ta kuptosh si flitet edhe anglishtja apo. Nuk do ta apo shkruajnë. Më beso vllajën tan. përveç kësaj. Kur më vin emailë nga drejtora. Unë smerrohem kur shoh disa drejtora mesazhe. që nuk din të shkruajnë. Ore një gabim lapse se bën ti dhe unë. E bën se Po, je njëri. po. Ndodh, arsye tastiere, arsye që të shfiksuar ashtu, po ndodh një herë një në 100 raste vëlla, se je i gabuar. Ose je pak ku di unë një çik i pimi trullosve, mund ta shohësh që shumë të gjona, rrshkasin i përzitur. gërmat. Po që ti të mos dish që karriges i thon me k jo me g, edhe Po, po. kuzhinin si thuhet kuzhin dhe jo kuzhin. Kuzhin, po. Jo ekzistoj, po ekzistoj, Po, po. apo të bësh hënë e madhe dorës, Po. të përdorësh ç, Po, jo po. ç, qeni, çekiçi. Po, mirë, ato okay, ajo është dialektore pastaj. Vlla, kemi një gjuhë standarde. Për mua gegnishtja gjuha shqipe është vrarë me heqjen e gegnishtes. Për mua si shpen. Po. Duhet të jetë një kombinim midis gegnishtes, ave hundore, gjithë edhe toskërishtes, sepse është një Po. gjuhë e përbashkët që duhet Po, bërë. po. It is what it is. Dhe I fucked up. Sa fole. A kupton? Për këtë po flisom. Po jo, do ta them, unë Me se këtë do ta bëj them, shaka. a kupton? Është E e kuptoj, kanë dhier kuptoj. vlla. Se s'du me thonë e kanë dhier, prandaj e fucked up. Po Po, këta e kanë dhier. Po se E ndonjëherë mërota. Shara tingëllon si më e bukur më në seksi. Okej, të premtoj që është si ajo I love you dhe të dashuroj se si duket si e Po, vrash. domethënë, Po ai Gjermani valla që I thot I shlipet diç duket sikur po e kafshon tjetrin, sikur po e thotë. të kafshofsha, moj manu shaqe. Domethënë secili ka po këto pra janë ato ajo mungesa e identitetit që them unë. Sepse e shohun edhe jashtë për shkak. Është një stres, po themi, shoqërisë tonë që në çdo moment mundohet o ta mohoj që nga vjen origjina e vet shqiptare, ose pastaj ta trumpetoj me në një me këtë idiotsin që ndodh unë jam krenar që domethënë unë jam krenar që jam shqiptar, unë jam krenar që jam amerikan. Çfarë krenar ti? Ti linde. Pse e zgjodhe ti të lindesh në Shqipëri apo në Amerikë? Nuk është se e them unë këtë, ka shumë njerëz që e mendojnë kështu. Po. Unë saktë mendoj si ata. Edhe unë Se janë më të vjetër, kanë thënë përpara ne. Edhe unë mendoj kështu. Për çfarë krenar? Ti duhet të jesh krenar për punën që bën, për kontributin që për fëmijët që rrit, për të ardhmen që mund t'i krijosh njerëzve të familjes dhe të atyre që të rrethojnë. Për këtë mund ndihesh krenar. Po të ndihesh krenar për shkakun, se je shqiptar, se të shoh edhe ca rrëmbythje artistësh, domethënë që kur kanë marrë këtë flamurin e shqiptarit dhe e valvisin me ulërima nëpër studium, ca njerëz mediokër pa pikën e moralit që I njoh nga afër më. Drogaxhi kështu të Drogaxhi të rëndom gradë me domethënë të shformuar edhe nga ana e jetës tyre. Të bën patriot malli o gen. Po ta ulin një çik dozën e mallit të vëlla, se patriot jemi të gjithë. Ule pak vëlla dozën, ule dozën. Çfarë po bën? Unë ule vëlla, mos u po fshes te korrent. Se na Nuk çmend. më është dashur në asnjë moment jetës time që t'i them dikujt aty ku jetoj, t'i them që e di që unë jam shqiptar. Unë jam shqiptar lale. Po sa Unë jam shqiptar, shqiptar. po ta bënte njëri ty këtë. Sa e shëmtuar. Po mirë, me çfarë je shqiptar, ku ti plasi? Po jam italiano, ku ti plasi që je italian? Ku ti plasi më? Çfarë për çe krenar ti çe shqiptar shumë I gjeshme. Unë si kam thonë asnjëherë askujt. Jo se kam turp ti them. Jo, bëj punën, mbaroj projektin. Unë jam krenar që jam shpendi vëlla. Dhe pastaj njerëzit bëhen kurioz vet dhe të thonë
Ore nga jeti, do të thonë nga e ke origjinën saktë, se atje nuk të pyesin nga je se duket ofenduese. Se jemi në këto rregullat e gjuhës komunikimit, që dhe ca gjëra mira, kjo është e mirë. Sepse ai mund të jetë aziatik në pamje, po ai ka lind prej 3 gjeneratash në Kanada dhe aty nuk i vjen mirë po ti thuash ti nga jeti. Sa i thot jam kanadez, unë jam vendas, po, kam 3 breza këtu. Gjyshi vet ka lind aty. Do të thonë se ka ndërtuar gurudhat ata. Nga Kina atje. Pastaj vuri taksën e kokës. Sklevrit e dashur. Qeveria kanadeze vuri taksën e kokës atyre pastaj. Taksën e kokës. Po, quhej taksa e kokës. Pikërisht kinezët që ndërtuan e gurudhat, i vurin taksë që u quhej taksa e kokës, që të gjithë kinezët do pagunin taksën e kokës. Pikërisht ata që ndërtuan e gurudhat. Ore, sot po e pranojnë ata që ne kemi pushtuar këto vende, i kemi kolonizuar. Edhe u kemi bërë dëm atyre popujve autoktonë. Gjithmonë në kuadër të shpërhapjes së demokracisë. Sepse ato janë pushtues, nuk janë ata eksploratorë që u vunë papritur aty dhe bashkëtuan në mënyrë harmonike me. Po ne se ishim ke kjo puna e krenarisë. Ti e pranon krenarin dhe domethënë mund ta pranosh atë komplimentin, mbasi ata të pyesin dhe aty ti e tregon domethënë që unë nga jam si origjinë, po, ose nga vi, unë jam shqiptar. Kemi dikush ka dëgjuar për Shqipërinë. Në 80% të rasteve nuk kanë dëgjuar për Shqipërinë. Po, nuk e di fare ku është. Mund të njohin figura shqiptare, por nuk e bëjnë lidhje, sepse jo të gjithë nuk na bëjnë histori, gjeografi për Shqipërinë. Kur nuk e bëjmë ne në shkollat tona që t'ju mësojmë fëmijëve tan historinë dhe gjeografinë e vërtetë të Shqipërisë me detaje. Po kush është historia vërtetë e Shqipërisë? Nuk kemi. Për momentin nuk e dim. Nuk kemi. Kemi katedra historisë. Çdo pushtet që vjen t'jep nga histori të ndryshme. Kemi bërë gjimnazin, unë para teje ti disa vite mbrapa meje. Në kohën time historia jepej me shënime, s'kishte as libër. Po. Dhe javë për javë. Po do themi javë për javë, po vit për vit ndryshon. Dy herë në javë bënim neve historinë. Nuk dinim se ç'mësuam. Dhe e di çfarë mund të mësojmë ne. Sepse gjatë kohës time të lirë për shembull atje, unë shpeshherë për kuriozitet kam gërmuar shumë. Dhe ti ka enciklopedi sot, edhe shujur zotit informacioni gjendet kollaj dhe online. Se ka dhe website shumë të mira enciklopedike. Shumë mira. Nuk janë gjithë Wikipedia që ja bën historinë tjetrit si duash. Çdo librari është ajo, ka shumë tjera që shkarkon. Dhe kam nga këto gërmimet, kështu ti bësh kurioz, do të kuptosh, domethënë kush ka shkruar për Ilirin, po themi, apo për Arbërin, apo për principatat tona, apo më shumë informacion gjen pikërisht e ta se sa ti merr në shkollë. Dhe ti flet për krenarin tënde? Ti nuk njeh origjinat e tua. Historinë tonë mbrojnë gjermanët. Historianë gjermanë e mbrojnë ata. E mbrojnë sepse ata kanë lidhur pak me të vërtetën valla. Ata shumë mirë, po them si ka mundësi që tani me gjithë këtë informacion që i kanë enciklopeditë e tyre, ti nuk denjon, po themi, dhe ti fusësh një pjesë të këtyre informacioneve në sistemin tënd të arsimimit. Ja, po këto të shpende një rast, 2 raste valla, që mua më ka ngelur peng. Që se kisha podcastin se do t'i trajtoja. Pranimi i gjuhës shqipe në katedrën e Harvardit si gjuhë zyrtare, tani më për të studiuar nga shkencëtarët e Harvardit, që ti futesh fonetikës, sepse fuqia e gjuhës tonë, nga që siç e diskutuam dhe pak më parë kur ishim kafe, është e fonetika. Kur bëra atë pyetje, si ka mundësi që ekzistuam vetëm me gojdhana, sa ashtu vetëm fonetika. Ore nuk derivon s'ke pas alfabet. Vetëm fonetika dhe kam parë në një dokumentar valla, ishte një albanolog francez i shekullit 19 mos gabofsha, nuk jam mbaj mend emrin, me të gënjy kot. E ka zbërthyer hartat arkeologjike që i kishin marrë nga varret e faraonëve. Po. I Ramses si të dytë. Po. U zbulua më vonë me fonetikën e gjuhës shqipe. Pra ai tipi kur i kishin ardhur ato, donte 3 muaj ishte futur gjuhës shqipe jo për ta folur valla. Po ishte futur në fonetizëm për ta zbërthyer. Që do të thotë, shikonte, e mbaj mend si tani se memoria ime është fotografike. Ishte simboli i diellit. Po. Ishte një m me 4 xhepa, si lum, 2 herë, ke parasysh ato më? Edhe zogjt me gjethet. Po. Që frynin gjethet. Edhe kishte filluar në frëngjisht solej. Po. Fjala, s'vjen san, s'vjen. Po edhe në shqip diell s'vjen. Ju fut fonetikës. Ç'a bën dielli? Me ra drita. Po. E la ra atë.
Po. Si bën lumi në fonetikën shqiptare? Tensioni. Gurgullimi. Gurgullima. Po gjethet Po. e filloi Ramses. Ramses e ka zbuluar francezi, ka qenë 30 ditë në koma. Ky është francez. Ky është francez. Francez Nuk i shekullit 19 Jo, kanë fjalë nuk është si këta charlatanët, Jo, çdo gjë që vjen nga Shqipja. E kam parë te Explorer Historia që është marrë që është blerë drejtë nga History Channel, a kupton? Okej. Për mos t'ju futur, është i paguar History Channel sepse kudo ka lobime. Mirë, dakor. po futemi Nuk tek ma ajo merr pjesë. mendja tani që Po që nuk vete deri aty që kryeministri jon arriti të bledhë Discovery Channel midis gjithë Jo, e kam sa Amerikën e kuptojmë, ka blerë me kohë. Jo, e kam fjalën domethënë që sado që të ketë lobe greke, se është lob shumë i fuqishëm, greku, serbi, hebreu, është i fuqishëm. Janë shumë të fuqishëm, që ata e mbajnë njëri tjetrin ndryshe nga neve që do flasim pak më vonë. Dhe i kemi brenda, kemi gjithkohë. Ideja është vëlla që ata e zbulojnë, ky zotëria e zbuloi me gjuhën shqipe, me fonetikën e gjuhës shqipe. Pra, shqipen arkaike. Le ti futemi gegnisht e zvjetër, se ajo është për mendimin tim aty ka bazat fonetizma e shqipes. Kjo pastaj që është krijuar tani, kjo vetëm nga largon. Dhe për mua që agent që pas 100 vjetësh kur të kërkojmë rrënjën tonë do thonë vlla, keni shkruar 200 vjet të gjuhën, kjo është gjuha jonë. Nuk varion kjo, nuk përputet me gjuhën që kemi gjetur në për hieroglife apo bla bla bla. Nuk u bë as edhe një lloj emisione që meritonte, pagën 6 pedagog, profesor të asociuar doktor, të ishin ulur dhe të flisin tani si ka ardhur evolumi i gjuhës shqipe nga Qerem Çabej. Vjen edhe si erdhi një arritje shumë e madhe, jo për merit Shqipërisë, po për merit gjuhës që neve na ka dhënë Zoti. Ta lidhim direkt me krijuesin, s'po i futemi kush si linit gjuhën. Fal. Shëndet. Dhe dyta është vendbadimi i linit. Po. 8300 vjet para lindjes Krishtit. E ke vendbanimin në territorin tonë. Ndoshta ai nuk ka qenë fare shqiptar, ndoshta ato kanë qenë kolonira. Po gjendet aty. Asnjë emision mund të ketë kaluar tek emisionet e mëngjesit një 3 minutë. Që del një ekspert nga fundi i dheut, që tregon se sa bukur do filloj Big Brotheri pas 2 javësh. Doli Lini nga Big Brotheri se këtë desha me zbulluar. Lini. Kjo është shoqëria e ne. Ti më jep mua disa argumenta apo themi dhe disa gjëra shumë interesante dhe ndërkohë të del një si unë, dhe thot, doli Lini nga Big Brotheri. Dhe ti në moment trashesh. Kush është Lini? Më pyesin njerëzit vëlla. Tash i shok. Ti mendojnë se bëjnë humor. Po. Se humori është me të lindur. O e bën ose bën vëlla. Jo, unë s'di të bëj humor. Asun. E kam seriozisht. Nuk më besojnë njerëz kur them kujtojnë se unë bëj ironi. Unë nuk bëj ironi, unë them nuk di të bëj humor. Më thuaj më tregoj një barsalet, nuk di më vëlla ta tregoj një barsalet. Truri im nuk i ka thithur asnjëherë barsaletat. Ka njerëz që janë enciklopedi barsaletash. Është gjevi. Shumica nuk janë njerëz lexuar. Ka dhe njerëz që janë shumë të lexuar dhe mbajnë mend te barsaletat, se është edhe çështje ka një sirtar që e mbajnë. Unë vet nuk di të tregoj barsaleta. Mund edhe të tregoj në një varet, më kap një orë mirë, mund të kujtohet një kur ti ke treguar 7, më kujtu dhe mu një e them sa për kemë rëndësish vëlla, edhe tash unë i eksituar, po i dërgoja një emision që po më pëlqente që e kisha po, kupton? Edhe të më shikoj edhe bëj çik subscribe, si shok që je. Po. Edhe shikoj çik se vlen, na kupton? Kur them që vlen, se është shiftuar i mirë. Po prova. Po ti pse nuk u futen Big Brother? E di cila është përgjigjja. Po ti pse nuk u futen Big Brother? Se jam VIP vëlla. Po pse ato që janë brenda Big Brother ti kujton se janë VIP-a? Të gjithë VIP-a janë. Nuk jam idiot. Nuk jam very idiot person ato. Okay. Jam very idiot person vëlla. Jo, në këtë kontekst po, kuptoj. Unë jam VIP. Jo, kjo më është një çik shumë e shumtuar që bëjmë ne, që themi domethënë VIP njëri VIP tjetri. Kush janë VIP-a? Këta që vazhdojnë akoma janë rocktar nëpër televizion janë VIP-a? Apo që llogarisin se janë akoma me kredi. VIP që kërkon duhet ti që të paguaj shtëpinë se janë pa shtëpi, o vëlla, tash çfarë VIP je? VIP-a. VIP është atë mundi të vinë Monika Bellucci që i ndizën çfarë Ore çfarë japin shoqërisë këta VIP-a tjerë? Çfarë japin një shoqëri? Ka japin ushqimin, japin të vjellur vëlla, të Harry Potter. Japin pra ata asgjë. Harry Potter, shesin ajër. Unë jam fan si Harry Potterit vëlla. Po. I kam lexuar të 7, më kanë zhvilluar fantazinë pafund e J.K. Rowling, nuk e di do ketë parë në një dimension se s'ka mundsi. Po.
si e ka Dumbledore, Po. shefi, më thënë drejtori i shkollës Hogwartsit, Mhm. tregon Harry Potterit edhe Ronit atëherë bashkë me Hermionës. Po. Shikoni këto, hani këto biskotat edhe me shije vjellje. Kujdes, E qartë. ja me shijet e të vjellurës. Te kjo kutia qëllon se ndryshonin gjasë me magjie. Neve vlla kemi arritur tek ajo koncepti i Harry Potterit. Pra ne nuk kemi marrë asnjë lloj gjë magjike, jemi thjesht tek ajo pako me shije të vjelle. Pra ne duam vetëm me vjello vlla. Është vrarë djali 14 vjeç, na bëjnë si nuk e di si të ndinjuar. Shkolla ka filluar normalisht, u bë ajo ceremonia i hodhen dy letra, dy lule djalet aty te banka. Nuk mori njeri përgjegjësi, edhe prindrit që bën një posenemi të rrezikuar i çoi par prindit e çoi prap fëmijët e vetë në shkolla. Pra këtu vlla ka vdekur humanizmi. Ta thash, domethënë duhet ta filloj duhet filloj që nga lufta se po i rikthehemi prapë asaj temës të copycatit. Po. Ajo është domethënë se duhet filloj domethënë masa konkrete që duhen marr. Duhet marr masa me tru, jo masa për fasad. Tu merren masa për fasad. Do mbyllim TikTokun. Po mbyllet TikTokun. Do hapet një rrjet tjetër. Nuk është kjo zgjidhje. Nuk është zgjidhja prisha zotiku. Kontrolli është zgjidhja. Nuk është prishje. Domethënë kontrolli. Ti nuk e mbyll TikTokun apo Snapchatin kështu. Ama ti e kufizon, ti ke mundësinë ta kufizosh. Shumë shtete e kufizojnë. A e pyetën këtë këtë pronarin e TikTokut, a e pyetën në Senat, i than ku fëmijët e tu kanë TikTok? Po. Dhe ai tha fëmijët e mi nuk kanë mbushur akoma moshën, se unë jetoj në Singapur, tha, dhe duhet të jetë nga kjo moshë deri në këtë moshë. Në mos u gabofsha, kështu ka qenë se u bë pa kohë që e kanë parë. Vlla, ideja është tu që njerëzit kjo pra minimalizo dëmin, sepse ti është si ajo shpreha, ti nuk e zhduk dot korrupsionin. Domethënë ti thu ti e lufton vlla. E lufton pra. Ti e lufton. E njëjta gjë është ti krimin nuk do ta zhdukësh dot. Unë nuk kam parë në një shtet të botës ku ka një policë për qytetar. Se ne bëjmë ndonjëherë më katolik se papa. Policia do të bëjë vetëm policia. Ore policia bën vetën ai sa ka mundësi, mund të bëjë dhe më mirë. Por nuk duhet harrojmë asnjëherë që nuk mund të jetë policia në çdo vend. Më thuaj shtet edhe aty ku jetoj. Nuk ka shanse. Kriminaliteti sigurisht shumë i ulët. Nuk ka shanse vlla. Po nuk ka aty nga i policë për lagje. Ndodhi në Gjermani, kur isha unë që jetova 2 muaj në Gjermani, vlla, ishte nga i policë për kokë, se tash nga i policë për lagje. Do thënë policia bëj dhe e dhunshme. Se varet nga turma. Po sigurisht. Se si ishin ato të pirët e gjitha. Ata ishin përgatitur pranë qoftë neve, atje kishte diçka valla, do të thënë kudo ka një lloj empatie, ne na kanë vrarë empatinë. Po, të vritet ndjeshmëri. Ora nuk kanë ndjeshmëri. Nuk kanë ndjeshmëri fare. E di. Po na është vrarë ndjeshmëria sepse është një lloj mekanizmi vetmbrojtje kjo pjesa. Ty të vritet ndjeshmëria, mbasi ti e bombarduar, ti fillon dhe krijon një mekanizëm vetmbrojtje. Ty fillon të bën më përshtypje as gjaku, as fenomenet që të ndodhin. Se do vetmbrohesh, ose do të shmendesh. Po. Pra ty të është aktivizuar mekanizmi vetmbrojtjes. Prandaj njerëzit këtu janë gjithë alert, janë domethënë on guard, si thonë, domethënë janë sepse është vrarë mekanizmi vetmbrojtjes. Prandaj është vrarë kjo ndjeshmëria sepse ty të është krijuar mekanizmi i vetmbrojtjes nga ky bombardim që ty të bëhet i përhershëm. Ty të bombardohet dita, ty të hapet edicioni i lajmeve me vrasje, nuk të hapet me asnjë gjë edukative. Unë e kuptoj që kur një lajm i mirë nuk është lajm, ose e batuta e famshme që kam përdorur unë dikur në një nga këto skece të përdorur në mënyrë të përjavshme, thosha një lajm i mirë, jo, një lajm cop-cop nuk i bën gjë një gruaje, po një grua copa-copa i bën shumë mirë lajmit. Po. Domethënë edhe unë i kisha marrë diku, nuk është se kam shpikur unë, pak a shumë ka qenë gjë se si më. Dhe ty të bombardohet dita këtu në Shqipëri kështu. Në një kohë që po themi aty ku jetoj unë, ka një ligj apo stafat që ndalon pikërisht këtë kopjimin e krimit. Doli Marilyn Manson ka qenë muzikanti, Charles Mansoni ka qenë ai i famshmi
vrasi serial me atë po. sagën e tij kështu, dhe mbas atij dolën edhe disa të tjerë, të cilët mundoheshin të imitonin vrasjet e Po, atij. u frymzuan. U frymzuan. Krimi është frymzues. Personazhet negative në filma janë frymzues. Nuk do t'i shmangësh, por mund t'i rregullosh. Pra duhet të kesh një rregullatore që kur të hapun televizorin, siç më ndodh këtu, hap televizorin kur vijun këtu te shtëpia ime. Po. E hap televizorin dhe shoh vetëm thika, pistoleta, i forti filan vrau kështu, biznesmeni, vetëm këtu ndodh që biznesmenët vriten me 17 pluma. Në botë biznesmenët nëse bëjnë një dëm përfundojnë në burg. Po. Për evazione, më the thash. Po që të vriten me 17 pluma, rrallë ndodh që të vritet një biznesmen. Nuk pagoj takset. Këtu mbulohet, domethënë edhe lajmi, domethënë shikoj si manipulohet. Ama ndodh një gjë, amplifikohet aq shumë këtu, në mënyrë sistematike merren gjithë emisionet e mundshme me këtë gjë, dhe në mënyrë sistematike me muaj të tëra, dhe hajde ti mos të kesh një shkallë të lartë kriminaliteti, mos të kesh ti një tendencë të rinis për të pasuruar shpejt nëpërmjet anës kriminale, apo mos të kesh krimin në familje. Ndodh një ngjarje para 2 vjetësh, mos gaboj, në qytetin ku jetoj unë aty, që është 3 milion banor, pra është më shumë se sa këtu. Po, në Shqipëri. Sa banor kanë ngel Shqipërisë është më i madh. Ndodh një ajo që domethënë ngjarje kriminale midis 2 familjeve mafioze. Midis 2 mafjave italiane, domethënë se edhe aty janë familje rivale, po, 2 familje rivale. Napolitanët, kalabrezët, sicilianët, domethënë ndodh në dasëm. Vriten 2, plagosen kodiun se sa të tjerë. 20. Më thuaj çik të lutem se sa ishte lajmi. E para nuk është prime time, sidomos në televizione publike apo televizione po themi që kanë këtë po e përkthejmë në shqip kanë licencën kombëtare. Po. Sepse këto janë televizionet e përgjegjshme. Po. Televizionet që janë si portalet këtu. Si portalet, ato pastaj janë o me pagesë o janë për këto, si thosh, po nuk pagove, nuk e shef, dhe ka dhe kanale të dedikuara për pagoj krimin. për të parë. Po nuk e shikon dot atë. Ai është i kufizuar vetëm për atë që është interesuar ta shikojë. Po. Pra është i kufizuar. Dhe nuk jepet lajmin mes ditës, po dhe kur jepet në lajme është lajmi nga fundi dhe është i thjesht fare në sensin që ndodhi një shootout, një shkëmbim zjarri, si pasojë ngelën 2 të plagosur dhe një viktim. As emra, as mbiemra. Po të flasësh në Montreal me ato që janë të apasionuar mas krimit ose ato që i njohin këtë lloj pjese, dhe un kam disa miq të tillë për shkak që kur bëjmë biseda i din historinë e qytetit dhe i din të fortit e qytetit. Po, sepse janë kështu, janë të apasionuar pas asaj bote. Janë të apasionuar, ata thonë, Lale, di kush është vrarë filani, dhe i njohin. Ama ngelet kuadrin, thashë themi në tavolinë. Po emri i tij nuk del siç del këtu. Në media. Që rrin dhe merren, kanë vite që merren me disa emra, disa që mund të jenë zhdukur, disa që jetojnë akoma, disa që jetojnë jashtë, disa që jetojnë brenda dhe fshihen. Shikoj. Ça bombardimi me këta gazetarët, këta perverset e vegjël, domethënë të kronikës që vazhdojnë me atë. Ka ndodhur një fenomen këtu në Shqipëri, vëlla, që Rama si novator për të shpëtuar gajden e vet, po, ka shpikur teorinë e ligjit shpifjes. E kupton? Po. Ti shpife. Po. Ky lloj ligji jep të drejtën çfarëdo lloj njeriu që ka perceptimin publik që është pervers, vëlla, se unë të shoh ty që ti po tallesh me historinë e një jete të humbur, je pervers. Po. A kupton? Po. Ti të më hedhësh në gjyq mua, po, me idenë që shikoj provoj ti që jam unë pervers apo jo, a kupton? Ose puna kur unë shikoj ty largo s'do duke përkthjelur një vajzë të vogël që jep shenja pedofilie, duhet të vërtetoj tani a ke shkuar ti me vajzën që të shpëtoi nga shpifja, a kupton çfarë psikopatia është këtu, vëlla? Domethënë këtu është relativizuar çdo lloj gjoje o Gen. Domethënë neve që po jetojmë këtu, që kemi zgjedhur të jetojmë, që është e vërteta. E di ç'a ndodh, sepse ka po ta marrësh kjo pjesa është, domethënë e kuptoj unë shumë mirë këtë që thua ti. Po që duhet ekzistoj një lloj frenimi, sepse këtu flitet çdo gjë
Ore nuk dhe nuk bëhet përgjegjësi. Po na nxjerrët jashtë loje, çfarë do llojojmë, nuk flet dot për diçka sepse këta të detyrojnë vetë, domethënë ti ke një temë shumë të caktuar. Vëlla tash, po vitën fondet publike, nuk është se është Erion Velia apo Gent Beko apo Shpend Gashi. Nuk më intereson më fare emri. Po, sigurisht. Zero. Të betojmë nuk më intereson emri. Për mua nuk duhet të futen burga. Këta duhet të kthejnë lekët vëlla, të kthejnë gjendjen fillestare që janë futur në politik. Edhe jepi vëlla, vazhdo jetën ti. Ti bëj dëmin kolateral, nuk mbajon ty me 100 euro ditë në burg. Problemi është kush ua lekë. Çfarë do kthesh? Domethënë e para një herë këtu duhet duhet pushojnë edhe gjyqet publike më burr. Gjyqet publike këtu. Se këtu bëhen vetëm gjyqe publike në për tavolina. Bëhen gjyqe publike vëlla sepse kjo shitet. Un po them vi nga media, ti ke një jetë në media. Po je larguar te para 10 vjeçare vëlla që filloi kulmi dekadencës, se jo se juve nuk keni parë dekadencë në kohën tuaj, po kishe një lloj sharmi vëlla. Unë në kohën tuaj, sado media kishe një lloj sharmi. E kishe një perceptim që, ore, kjo media e thot një gjysmë të vërtet, e ka dy pezjona të vërteta. Sot vëlla është relativizuar çdo gjë, domethënë nuk ne që jemi në botën e medias, se dim se kush jep zarfin, kush hiqet si temë, kush vjen si temë, kush do të dali për këtë temën, sa do marri për këtë temën. Kush është i paguar për të sulmuar ty për të nxjerr ty nga loja, domethënë është bërë vëlla mjeti propagandës se Goebbelsit. Është fiks propagandë naziste, përdor çdo lloj celule mediatike për të mbajtur pushtetin, për